ajo do të jetë qasja e çdo ushtarakëve veçanërisht, po edhe çdo zyrtari që shërben në institucione shtetërore, pikëpari duhet të jetë interes arritja objektivit për çka je atje, dhe unë mund të them vlerësisht që gjatë asaj periudhe as nuk e kam menduar këtë pjesën e marrjes së kompenzimit $30,000, për mua ka qenë shumë jetike që të më lejohet që të vazhdoj trajnimin, sepse ka qenë kufizim, nëse nuk arrin që të vazhdosh për 3 ditë, pastaj ke qenë i detyruar ta ndërpresh dhe të marrësh atë kompenzimin. Mua është ofruar nga ajo zyrtarja e Ministrisë së Punëve të jashtme të Japonisë që ka qenë përgjegjëse për ne në atë kohë që ta nënshkruaj. Kam kërkuar prej saj kohë deri të nesërmën që deklaruam. Mirë po ideja pse kam kërkuar kohë asesi nuk lidhej me atë që unë do të pranoja që të merrja $30,000. Ideja është se si ta bindja që të më lejonte të vazhdoja trajnimin, dhe pa ta ardhur në një moment kur i pa ta thënë që nëse është e nevojshme, me një këmbë do të vazhdoj trajnimin, mirë po unë dëshiroj ta përfundoj trajnimin dhe të kthehem në Kosovë me diplomë, dhe nuk është qëllimi im të kthehem me para.